Parashikimi i motit për ditën e sotme 14 maj 2025, kthjellime dhe vranësirat e lehta. Ditën e sotme në vendin ton, orët e paradites do të paraqiten në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta e kalimtare në të gjithë territorin, ku më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat malore lindore. Parashikohet që orët e pasdites të sjellin prezencë më të dukshme të vranësirave, duke gjeneruar shira të dobët në zonat lokale qendrore dhe skajin jugor, juglindor, duke sjellë në pjesën më të madhe të vendit thjellime dhe vranësira të shpeshta por pareshje. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në vlerat minimale, ndërsa rriten maksimume duke u luhatur nga 6 gradë Celsius vlera minimale, e shënuar në Puk deri në 27 gradë Celsius vlera maksimale, cila do të shënohet në qarkun e Fierit. Era do të fryele deri mesatare me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi perëndimor, përpasoj në brigjet detare do të krijohet dallgëzimi i ulët.